çmimi është rrit, kostoja e jetesës është rrit në përgjithësi, sepse mënyra se si funksionojnë bizneset, ndërmarrësitë, funksionojnë në bazë të sentimentit që ata marrin nga burimi I importeve të tyre. Për shembull, Kosova ka varësi të madhe në importe, akoma kemi atë balancimin ekonomik që na ndjek për 27 vite që nga çlirimi I Kosovës, akoma pra kemi varësi nga importet. Për këtë arsye dhe vështirësitë do të jenë ose janë më të mëdha në vendet si Kosova, Shqipëria, vendet e rajonit, përderisa në perëndim ndjesia ndjehet automatikisht në transport, për shkak se gati ta zojmë vetëm në Evropë, në ekosferën evropiane, në Eurozone janë mbi 300 milion vozitës të mjeteve të ndryshme të transportit edhe natyrisht një ngritje e vogël e përqindjes në naftë, në kerozin, në udhimet me aeroplan e tjerë shkakton dëm të madh në buxhetet familjare. Kështu që efektet, përveç efekteve ekonomike, natyrisht janë edhe efektet gjeopolitike, për shkak se kemi një SBA e cila është totalisht e investuar ushtarakisht edhe teknologjikisht në rajon, përderisa linjat e tregtisë janë duke u ngushtuar. Për shkak në fakt kemi qenë edhe një përmendje kështu e rëndësishme për teleshikuesit tanë, është që me një anë kemi qenë me fat që kjo luftë në fakt ka fillu në kohën e pranverës verës, po të kishte fillu në shtator, në tetor, vështirësitë do të ishin shumë më të mëdha, jo vetëm